kontraindikacione absolute, ose ata që nuk duhet me u vaksinu, janë fëmijët të cilët kanë pas reakcion alergjik shumë të rëndë në dozën e parë të vaksinës. Edhe reakcion i rëndë konsiderohet nëse kanë pas vështirësinë frymëmarrje ose deri te humbja e dijes. Po kurse si nëse ka pas një skuqje tjetër ose një temperaturë të lehtë, ai nuk është kontraindikacion. Por këta fëmijë realisht nuk mund të marrin dozën e dytë të vaksinës. Fëmijët të cilët është e dokumentuar se kanë alergji në vezë, në neomicin dhe në gjelatinë, sepse këta janë përbërës. Dhe këtu madje po përmend edhe një fakt, sepse kam dëgjuar duke të flitet që vaksina kundër fruthit përmban metale si alumin dhe merkur. Kjo nuk është e vërtetë dhe nuk qëndron. Vaksinat që përdoren tash 50 vite ose më shumë kundër fruthit, shytave dhe rubellës, nuk përmban metalet alumini dhe të merkurit, përmban vezë, gelatin dhe neomicin. Pra nëse në këta tre përbërës do një fëmijë është e dokumentuar se ka alergji, atëherë nuk mund ta marrë vaksinën. Mandej nuk mund ta marrin vaksinën fëmijët të cilët kanë imunitet të dobësuar, pra imunodeficiencë të lindur, pra që linden me imunitet të dobësuar ose të imunokompromituar ose për shkak të smundjeve tjera të cilat mund ta kenë.